Ka konflikte që lindin nga strategjia, ka të tjera nga keqkuptimi, dhe ka disa që shpërthejnë për shkak të një fjale të vetme të thënë gabim, në momentin e gabuar, ndaj personit të gabuar. Ngjarja mes Labinotit dhe Labit, ku një ngatërim emrash përshkallëzohet deri në përmendjen e gruas dhe përfundon me goditje me grusht, është një shembull i qartë se sa i brisht është kufiri mes komunikimit dhe dhunës. Kjo nuk ishte thjesht një përplasje mes dy individëve. Ishte një përplasje mes egos, nderit, kulturës së reagimit impulsiv dhe paaftësisë për të ndalur veten në kohë. Ngatërimi që ndezi shkëndijën në pamje të parë, gjithçka nisi si një situatë banale. Labinoti ngatërohet me Labin, një gabim që në një ambient normal do të ishte korrigjuar me një sqarim të thjeshtë. Por ambienti ku ndodhi kjo përplasje nuk ishte normal. Ishte i ngarkuar emocionalisht, i mbushur me tension, konkurrencë dhe nevojë për afirmim personal. Ngatërimi i emrit nuk u përjetua si lapsus. Ai u përjetua si mosrespekt. Dhe kur një njeri ndihet i pavlerësuar ose i fshirë, reagimi shpesh nuk është racional, por instinktiv, nga keqkuptimi te përplasja verbale. Kur Labinoti tentoi të sqarojë, situata nuk u qetësua. Përkundrazi, fjalët filluan të marrin ngjyrim personal. Tonet u ngritën. Fjalit u shkurtojnë. Komunikimi humbi qëllimin e tij fillestar dhe u kthye në duel. Në këto momente, konflikti nuk ka më lidhje me atë se kush e tha çfarë saktësisht. Ai ka lidhje me atë se kush ndihet i sfiduar dhe kush ndjen se po humb kontrollin. Përmendja e gruas, vija e kuqe, momentin kyç e shënoi përmendja e gruas. Në kulturën shqiptare, familja dhe veçanërisht gruaja mbetet një territor i shenjtë. Pavarësisht se sa moderne mund të jetë shoqëria në duke, kjo ndjeshmëri është ende thellë e rrënjosur. Kur Labi e përmendi gruan, fjala pushoi së qeni debat. Ajo u kthye në provokim. Jo domosdoshmërisht për atë që u tha, por për faktin që u tha. Në atë çast, Labinoti nuk po dëgjonte më përmbajtjen e fjalës, por po reagonte ndaj një shkeljeje simbolike. Këtu ndodh një transformim i rrezikshëm. Konflikti nuk është më mes dy burrave si individ, por mes një burri dhe një kërcënimi të perceptuar ndaj nderit të tij, grushti. Kur mendja dorëzohet, goditja me grusht nuk erdhi si akt i menduar. Ajo erdhi si dështim i vetkontrollit. Në momentin kur Labinoti e godet Labin, arsyeja kishte humbur betejën me impulsin. Grushti është gjithmonë shenjë e humbjes. Humbje e argumentit, humbje e dinjitetit, humbje e kontrollit mbi veten. Edhe kur një njeri mendon se po mbron nderin, në realitet ai po e dëmton atë. Ky akt e zhvendosi situatën nga debat në dhunë fizike, duke e bërë çdo diskutim të mëvonshëm të pavlefshëm. Pasojat e menjëhershme, pas grushtit, gjithçka ndryshon. Nuk ka më fjalë që e zhbëjnë atë moment. Të dy palët mbeten të ekspozuara, njëri si agresor, tjetri si i goditur, por jo domosdoshmërisht si fitues. Ambientet përreth ftohen. Të tjerët ndërhyjnë. Heshtja bëhet më e rëndë se britmat e mëparshme. Dhe ajo që mbetet është ndjenja e turpit kolektiv. Pse u lejua të shkonte kaq larg? Psikologjia e reagimit, dhuna në këtë raste nuk lind nga forca, por nga pasiguria. Një burr që ndihet i kërcënuar emocionalisht, që nuk gjen fjalët për të vendosur kufi, shpesh përdor trupin si mjet shprehjeje, por kjo nuk e justifikon aktin. Përkundrazi, e bën më të domosdoshëm diskutimin mbi mënyrën se si shoqëria i mëson burrat të reagojnë, jo të flasin, por të godasin. Nderi si barr, ideja e nderit, kur keq interpretohet, bëhet barr. Ajo i detyron individët të reagojnë në mënyra që nuk do t'i zgjidhnin në kushte normale. Përmendja e gruas u perceptua si cenim, por përgjigjja me grusht ishte cenimi më i madh ndaj vetes. Në fund, gruaja që u përmend nuk fitoi asgjë nga ai reagim. As respekt, as mbrojtje. Vetëm u bë pjesë e një konflikti që nuk i përkiste. Mësimi që mbetet, ky episod na mëson disa të vërteta të pakëndshme. Keqkuptimet e vogla mund të bëhen tragjike në ambiente të tensionuara. Fjala ka peshë, por dhuna e shkatëron çdo kuptim të saj. Përmendja e familjes është provokim i rrezikshëm, por reagimi fizik është gjithmonë gabim. Forca e vërtet nuk është në grusht, por në aftësinë për të ndalur veten një sekond para se ta ngresh atë. Përfundim, ngatërimi mes Labinotit dhe Labit nuk do të mbahet mend për emrat, por për momentin kur fjala dështoi dhe grushti foli. Dhe sa herë që ndodh kjo, humbim të gjithë pak nga aftësia jonë për të jetuar në shoqëri, sepse çdo grusht është një pranim i heshtur se nuk ditëm të flasim.